Një studim i neuroshkencës na tregon se si të rregullojmë marrëdhënien me trurin. Duhet të dini që truri është pika bazë, pra ne me anë të trurit mendojmë, me anë të trurit funksionon çdo gjë e trupit tonë dhe truri është pika kyçe. Nëse mbani mend, ja u kam thënë, dëgjoni me kujdes sepse është vërtet shumë kurioze kjo që kanë zbuluar. Jo kam thënë herë të tjera që në një emision, në një film me Schwarzeneggerin, tregonte për sa i përket trurit. Your mind is the center of your life. Pra, mendja jote është qendra e jetës tënde, çdo gjë që ti prek, flet, komunikon, është truri. Dhe shikoni çfarë ka bërë tani. Është bërë një studim me këta neuroshkencëtarët, psikologët dhe psikoterapeutët dhe kanë zbuluar që njeriu në një kohë shumë të shkurtër ai ngopet me çdo gjë. Për shembull, nëse dashuroni një vajzë apo një djalë, menjëherë nuk kalojnë pak minuta, pra nga minutat e para po flasim, jo një ditë, thamë që nga minutat e para, nuk e do më. Janë disa leva të quajtura kështu të trurit, për shembull making, doing, thinking, etj. Tani, në këtë moment, nëse ne takojmë njeriun që kemi dashur që kur ishim të rinj, për shembull, ka shumë që mendojnë akoma, nga momenti që ti e takon, kalojnë 23 sekonda. T'ja u përsëris prapë. 23 sekonda. Ky është një studim i kryer me shumë pacient, jo vetëm një. Kjo do të thotë që truri ynë të mashtron, të gënjen. Tani, si mund ta rregullojmë ne këtë? Do t'ja u them. Shumë prej për shembull kërkojnë që të shkojnë në Francë, apo në Amerikë, apo këtu, në Rom, për shembull. Dhe mendimi atyre është që sa bukur që ti jesh atje. Unë e kam ëndër që të shkoj. Duhet të dini që po thuaj në të gjithë botën ka njerëz që ëndërrojnë që të vinë në Rom. Sepse si thuhet la città eterna, ose Roma është kryeqyteti i botës, paktën kështu thuhet. Por duhet të dini që sa vinë herën e parë në Rom, ndonë se u pëlqen, truri thot lodhet. Si për shembull që unë tani erdha, nuk më intereson, pra pas disa minutave. E njëjta gjë ndodh edhe me shkrime, me dëgjime, me informacione, pra me çdo gjë. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që truri lodhet. Lodhet sepse të mashtron. Është një program i bërë në tru, që ky është një tjetër studim dhe unë nuk doja ta thosha sonde, por doja që t'ja u tregoja sepse kemi folur një herë për këtë, por është mirë që ta diskutojmë, se është për të mirën e të gjithëve. Dëgjojeni me kujdes. E di që do kush nga ju edhe lodhet, por janë informacione të rëndësishme dhe të dobishme për secilin. Duhet të dini që ne mendojmë që jetojmë në një univers holografik, ose biologjik, por holografik. Ç'do të thotë kjo? Duket sikur truri ynë është një copës e një kompjuteri, sepse janë valë ato, të lidhura me një kompjuter të madh, pra me një kompjuter që është kompjuteri kuantik, ose kompjuteri ose mendja universale. Dhe çdo gjë që ne kemi në tru është pikërisht pra e komanduar ose e drejtuar nga baza, nga kompjuteri bazik. Tani, pse njerëzit janë, si mund të quhen, parazit? E thjesht, sepse ne jemi këtu për një sprov. Po, pra mendja jon, sepse janë impulset ato, mendja jon është këtu për një sprov dhe her pas here ne jemi parazita sepse po ta vini re, për shembull, njeriu nuk do që të shkojë gjithmonë në punë, nuk do që të shkojë gjithmonë tek një vend, i njëjti vend, do që të lëviz të shkojë tek diçka tjetër etj. Pse? Sepse truri lodhet. Lodhet dhe është tepër e vështirë për mendjen e njeriut që t'i pranoj çdo gjë, edhe gjën më të bukur. Për shembull, keni një dëshirë për shembull për vajzën më të bukur në botë, ju që jeni meshkuj. Vajza më e bukur në botë për ju është X-i. Pasi e keni këtë vajzë, mjafton 1 minutë ose 2 minuta. Ja po ta zëm, hajde, në njëri nga ju është edhe i Zoti, edhe kalojnë disa minuta, 10 minuta. Por më shumë se kaq, ti ndonë se të pëlqen që ta kesh aty, por prapë se prapë, truri yt ka thënë, okay, e bëra. Është tu me mua? Hajde, varja tani. Pra, në momenti që ti i arrite, pson një kolaps. Dhe ndaj, mendohet që, në bazë të neuroshkencës, mendohet që ne mashtrojmë vetveten, pra truri mashtron vetveten. Është pikërisht kjo arsyeja që
Shkenca ka vërtetuar në mënyrë shkencore që ne këtu jemi për një provë. Pra, si kur diçka na ka vendosur këtu që ne të jetojmë këtë jetë ashtu siç është programuar. Pra, në qoftë se vini re, edhe në jetën tonë të përditshme, për shembull, në qoftë se dikush për shembull nuk ka fëmijë, kërkon fëmijë. Nga momenti që ka fëmijë, o Zot, thot, sepse bën 2-3 për shembull. Mos o Zot, sepse vdiqja. Lodhet, sepse lodhet mendja, lodhet njeriu. Jemi parazita. Nga momenti që njeriu nuk ka fëmijë, lutet që të ketë, por në momenti që e ka, lodhet që i ka. E njëjta gjë edhe me vendet. Në qoftë se ne shkojmë diku, sepse na pëlqen të shkojmë ku, siç ju thash më përpara, në momenti që ne i arritëm ta kemi këtë, aq mbaroi, aq është. Pra, siç thot amerikanë, fuck off. Dhe kjo do të thotë që truri ynë është i programuar dhe vendos programin në bazë të jetës që ti bën. Tani, pse po e them këtë? Si mund të rregullohet kjo? E di që është tepër komplekse, për disa është tepër e vështirë, por jo se është kompleks si diskutim, por është tepër e vështirë që ta rregullojnë këtë. Rregullohet vetëm në një formë. Duhet që të gjitha këto, pra si i thonë ata, trending, thinking, doing, got it, të gjitha këto, pra që e bëra, me fjalë, në qoftë se do shkoj diku, okay, e bëra, ja arrita. Të gjitha këto duhet t'i limosh. Patjetër duhet t'i limosh. Pra duhet që të kesh një ta gjesh, sepse është e vështirë, si thash, ta gjesh brenda teje forcën që ti ta limosh, mos t'jetë drastike. Që unë këtë deri në fund, atë deri në fund. Por duhet ta bësh me zgjuarsi, pra duke përdorur zgjuarsin, jo këmbguljen, kujdes, janë dy gjëra që ndahen. Sepse këmbgulja bëhet, por në momentet e duhura, në disa momente, por duhet përdorur zgjuarsia, sepse me anë të zgjuarsisë ti është si puna e telefonit. Ja u bëj kështu një shembull. Për shembull, ti ke humbur diçka edhe e ke lënë në një bar. Ti nuk e mendon aty për aty, dhe ti do bësh gjithë ato kilometra për të shkuar tek ai bar që le diçka, që e harrove atje. Por ty të mjafton një telefonat. Po të marrësh telefon, të kesh numrin atje, pra ti je i përgatitur si do ta gjesh ti e di. Me në telefon dhe i thua atij, prit se erdha të marr telefonin. Dhe ti je i sigurt, e bën më të shpejt dhe më të sigurt, pra të përdorësh inteligjencën në çdo argument të jetës, po flasim në çdo fushë të jetës. Dhe këtë kanë zbuluar këta neuroshkencëtarët dhe thonë që në pothuaj pjesën ndërmuese të njerëzve, pothuajse në 78% parafërsisht që thuaj, pothuajse që të gjithë kanë të njëjtin problem. Janë shumë pak ata që nuk kanë të njëjtin këtë problem, por kryesisht janë pothuaj pjesa ndërmuese. Dhe në qoftë se ti lufton vetveten, pra të luftosh vetveten që ti thyesh këto dëshira të mëdha, që të mos jenë ekstreme këto dëshira apo punë apo çdo gjë, të jetë e thyer. Nga momenti që ti e thyen, nga ty fillon suksesi. Sepse nga ty ti do vendosësh në akt zgjuarsin. Pra do i hapësh rrugën më shumë zgjuarsisë se sa angazhimit fizik. Nuk e di më kuptoni apo jo. Dhe ky është çelësi i suksesit të shumë njerëzve. Në fakt, nëse keni vënë re, ata që janë shumë të suksesshëm, po ta vini re, janë shumë refleksiv. Pra ata reflektojnë. Nuk janë njerëz që marrin ndërmarrje të menjëhershme, drastike. Virini re. Me erdhi tani sepse më kujtua kemi shumë shok dhe shokë që janë të tillë, për shembull disa prej tyre që janë vërtet të aftë, ata mendojnë përpara se të përgjigjen, mendojnë përpara se të bëjnë diçka. Dhe kjo është një nga pikat kryesore të rëndësishme të këtij argumenti. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, kush prej jush e thyen dhe kush është nga ju është nga ata që shkon deri në fund edhe sikur ta thyej kokën. Shqiptarët janë në vendin e parë. E di këtë, sepse kush na merr telefon në këtë orë? Dhe po thosha, ishte mesazh, më falni. Dhe po thosha që nuk
nuk ka shans me shqiptarët që ti të luftosh që ta ulin këtë, ose ta thyejnë, sepse shqiptarët janë kokfort dhe nuk vendosin me anë të zgjuarësisë, por janë të zgjuar, por në plan të parë vendosin hakmarrjen, ose si mund të them, atë dëfin e madh që tonë këtë e bëj unë dhe unë jam i mirë dhe e bëj. Pra iniciativa që nuk vën në punë mendjen, por fizikun. Ju, çfarë mendimi keni për këtë argument dhe për këtë zbulim që kanë bërë studiuesit, neuroshkencëtarët? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj dhe si gjithmonë bëjeni like kanalit dhe faqes, në kohësisht edhe videos, që të shihemi sërish kush nuk e ka bërë ende. Ju përqafoj. Natën.